Interesi për kontrollit shëndetësor bazë që ka për mosha 35 deri në 70 vjeç, jo vetëm që nuk kanë rënë, por kanë ardhur duke u rritur. Këtë e konfirmon në qendër shëndetësore e Dobraç, e cila ofron këtë shërbim për banorët e njësisë administrative Rethina, ku e kryen mesetërisht mbi 270 pacientë në muaj. Në Rethina, pacientët kërkojnë çdo ditë më shumë që të kryejnë check-upin, marrin përgjigjet në tashmë në sistem në e-Albania, dhe përgjigjet vinë për 3 ditë dhe kjo ka rritur akoma më shumë interesin sepse ata i marrin përgjigjet më shpejt dhe çdo muaj realizohet targeti. Bima i shpjegon analizën që kryhet në kuadër të këtij kontrolli shëndetësor bazë. Këtu bëhen analizat për gjakun komplet, biokimikun, për urinën, feqen dhe shiritin e zemrës. Rastet janë të shumta kur përgjigjet e marrën nga analizat kanë motivuar pacientët të vijojnë vizita mjekësore me qëllim parandalimin e rrezikshmërisë së sëmundjeve. Ka çdo ditë në fakt rastet e tilla ku ata pikërisht në analizat që bën këto identifikojnë sëmundje të ndryshme. Bima i thekson se kërkesa për kontrollin bazë vjen nga grup mosha që aktualisht nuk janë të parashikuara në program. Mosha check-upit për momentin është 35 deri në 70, por kërkesat vijnë pacientë që kërkojnë që janë nën këtë moshë apo mbi këtë moshë. Analizat e kontrollit shëndetësor bazë kryen falas, ndërsa nëse do realizoheshin në klinikë private, do kushtonin deri në 12.000 lekë të reja.